Mirë se vini në kantierin detar ushtarak të Pashalimanit. Sot kemi nderin e veçantë të çelim një kapitull të ri historik për industrinë tonë detare dhe atë të mbrojtjes. Kjo ceremoni zyrtare shënon piktakimin e një vizionit të madh shtetëror, ku modernizimi i kapaciteteve tona operacionale ushtarake gërshetohet në mënyrë të përsosur me traditën tonë të çmuar të arsimit profesional. Përmes partneriteti strategjik me liderin botror Fincantieri dhe kompaninë Kajo, sot hapim një horizont të ri mundësish trajnimi, inovacioni dhe punësimi litar për rinin shqiptare. Për të hapur sesionin e fjalimeve zyrtare, ftoj në podium administratorin e shoqërisë Kajo SHPK, zoti Ardi Veliu, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministri i mbrojtjes, dashur miku jon doktor Forxhero, faqësues të Fincantierit, të dashur drejtues të shkollës Pavarësia dhe nxënës të kësaj shkolle. Nderuar të ftuar. Është një kënaqësi e veçantë që sot jemi së bashku këtu për të shënuar një hap të rëndësishëm të zhvillimit të industrisë ushtarake në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet sektorit publik, industrisë ushtarake dhe arsimit profesional. Bashkëpunimi ndërmjet Kajo SHA dhe Fincantieri përfaqëson më shumë se një marrëdhënie biznesi. Ai është një partneritet strategjik që krijon mundësi të reja për zhvillimin e industrisë ushtarake, por jo vetëm, transferimin e njohurive dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale në vendin tonë. Përmes këtij bashkëpunimi, ne do të ndërtojmë një bazë të qëndrueshme për rritjen e aktivitetit tonë, duke krijuar siguri dhe vazhdimsi për punë përmes projekteve dhe angazhimeve afatgjata që do të gjenerojnë të ardhurat të qëndrueshme dhe të forcojnë pozicionin e Kajos si një aktor i rëndësishëm në industrinë shqiptare. Një nga elementet më të rëndësishëm të këtij partneriteti është investimi te kapitali njerëzor. Asnjë industri nuk mund të zhvillohet pa profesionistë të përgatitur, pa teknikë të aftë dhe pa të rinj të motivuar për të ndërtuar të ardhmen. Pikërisht për këtë arsye, bashkëpunimi me shkollën industriale Pavarësia Vlorë ka një rëndësi të veçantë. Ne besojmë se lidhja e drejtë për drejtë midis arsimit profesional dhe industrisë është çelësi për krijimin e një fuqie punëtore moderne, të kualifikuar dhe konkurruese. Nxënësit që ndodhen sot këtu nuk janë vetëm të ftuar të këtij aktiviteti. Ata janë pjesë e vizionit tonë për të ardhmen. Ne duam që të rinjtë të shohin mundësi reale punësimi, zhvillimi profesional dhe karriere brenda vendit, duke kontribuar në projekte me standarde ndërkombëtare dhe me partnerë prestigjioz si Fincantieri. Ky bashkëpunim do të krijojë vende të reja pune, do të rrisë kërkesën për specialistë të kualifikuar dhe të ofrojë mundësi konkrete për praktik, trajnim dhe punësim për brezat e rinj që po përgatiten aktualisht të bankat e shkollës. Dëshiroj të falenderoj kryeministrin, ministrin e mbrojtjes, ministrin e ekonomisë që kanë mbështetur këtë iniciativë, partnerët tanë të Fincantierit për besimin dhe angazhimin e tyre, si dhe drejtuesit e shkollës industriale Pavarësia për gatishmërinë për të ndërtuar ura bashkëpunimi me arsimin dhe industrisë. Sot po hedhim themelet e një partneriteti që nuk matet vetëm me kontrata apo shifra financiare, por me ndikim që do të ketë zhvillim ekonomik në krijimin e vendeve të punës dhe në të ardhmen e të rinjve. Le të vazhdojmë të punojmë së bashku për të ndërtuar industrinë ushtarake më të fortë, duke kontribuar drejt për drejt në modernizimin e forcave të armatosura, ofruar më shumë mundësi për të rinjtë dhe ekonominë më konkurruese në vendin tonë. Ju faleminderit. Kam kënaqësinë të ftoj drejtorin ekzekutiv të gigantit industrial italian Fincantieri, zoti Pier Roberto Forxhero, për të mbajtur fjalën e rastit. Më lejoni të falenderoj fillimisht kryeministrin, ministrin e mbrojtjes, administratorin e Kajos. Është një ditë e veçantë për ne dhe është një nder i madh që kemi mundësinë të komentojmë lidhur me ngjarjen shumë të rëndësishme të sotme dhe jam shumë i lumtur që shikoj rinin që marrin pjesë në këtë event, sepse neve jemi këtu për ju. Pra, pse fillon klasat për ndërtimin e anijeve që në klasa? Ky është titulli i eventit të sotëm. Pjesa më e rëndësishme nuk ka të bëjë vetëm pjesën e kantierit të ndërtimit, por dhe investimin në vetvete, dhe jo vetëm infrastrukturën, por për njerëzit.
Dhe Fincantieri nuk është thjesht një ndërtues anijesh, por është një orkestrues i njerëzve të talentuar. Pra pa njerëzit nuk ka industri dhe nuk ka sukses. Pra jemi këtu për t'i thënë gjeneratës tuaj të re se cila është harta, zemra e vërtetë e këtij projekti. Më lejoni fillimisht të them disa fjalë lidhur me ne, me Fincantierin. Pra, ne kemi 230 vite historiku, kemi ndërtuar mirë anije, kemi 18 punishte që nga Shtetet e Bashkuara deri në Vietnam për ndërtimin e anijeve. Kemi 9 miliardë të ardhura, por pa njerëzit tanë nuk do të ishim këtu. Pra 9 miliardë të ardhura, janë miliardë euro të ardhura. Pra jemi trashëgimia e industrisë nga njëra anë, por nga ana tjetër sigurisht nuk do të jemi këtu në 10 vitet të ardhshme nëse nuk tërheqim njerëz të talentuar për të punuar në punishtet tona të anijeve. Pra në kantierët tona të ndërtimit të anijeve. Kemi 75 miliard orë pune për gjatë viteve, por sigurisht kjo nuk do përkthet asnjëherë në anije pa kapitalin njerëzor, pa njerëzit e talentuar. Prandaj ndërtimi i anijeve para çdo gjë tjetër është një punë që bëhet nga njerëzit. Çdo euro investuar në ndërtimin e anijeve më pas shumëzohet me të paktën 4 herë. Pra jemi këtu gjithashtu për të krijuar në mënyrë progresive një ekosistem i cili fillon nga kapitali njerëzor, por gjithashtu përkthehet dhe në një setup të tjerë më të gjerë, ekonomik dhe ekosistem social së bashku me kantierët e ndërtimit. Për sa i përket njerëzve, sigurisht e dim që një shtet i qëndrueshëm do të kemi të paktën 500 njerëz në mënyrë të drejtë për drejtë, po shikojmë mundësim për krijimin e konkurrencës, sepse na duhen pozicione të ndryshme si elektricist, mekanik, inxhinier dhe njerëz me aftësi të larta dhe profesionistë të ardhshëm. Dhe kjo është ajo që po kërkojmë. Cikli i ndërtimit të anijeve bëhet me pjesën e ndërtimit dhe më pas mbledhjes së bashku dhe më pas duhet bëhet pjesa e instalimit elektrik i tubave, ajri kondicionuar, lyerja, izolimi dhe sistemet e tjera antizjarre me radhë. Kjo është pjesa kryesore e ndërtimit të anijeve, pra na duhen aftësi, na duhen njerëz të aftë në këtë lloj drejtimi. Dhe të njëjtat aftësi do të përfshihen gjithashtu në një depozit më të lartë të Fincantierit, sepse na duhet gjithashtu që të kemi sa më shumë një bazë kompetencash në detin Adriatik, që të ndahet sa më shumë dete mundur. Pra, deti Adriatik është kjo bazë e ndërtimit të anijeve për Fincantierin. Por pjesa më kryesore është se forca e këtij projekti janë aftësitë të cilat do të jenë pikërisht për këtë kantier ndërtimi këtu, në shtëpinë tuaj. Dhe besoj se kjo është realisht forca e këtij projekti. Ajo që do të nënshkruajmë sot, çfarë po nënshkruajmë sot? Po nënshkruajmë një memorandum i kuptimi ndërmjet nesh, ndërmjet Fincantierit, Kajos dhe shkollës tuaj, shkollës Pavarësia të Vlorës. Dhe kjo bëhet në mënyrë që të jemi sa më efektiv të mundur në mënyrë të menjëhershme. Pra kemi idenë se si të bashkëpunojmë me shkollën, por kemi gjithashtu ide se si të bashkëpunojmë në një fazë post arsimimi, pas diplomimit të studentëve. Pra do të fillojmë bashkëpunimin që në 2026 dhe që të jemi në gjendje të gatishmërie që në 2027. Ky është kapitulli i ri një historie për të cilën do doja gjithashtu të thoja që është një aventurë të cilën do ta nisim në një mënyrë shumë konkrete, në një mënyrë të prekshme. Kushdo që është ndërtues anije duhet të jetë sigurisht një ndrimtar, por na duhen persona që janë ata që i bëjnë realisht punën. Pra duhet të mendojmë dhe të shikojmë për në të ardhmen për te horizontit optik,
por duhet të jemi bërës, pra punë mbaruar. Dhe kjo do të jetë një aventurë me njerëz që duan të vendosin duart në mekanizëm që duan të përkthejnë marrëdhënien me Italinë në rezultate konkrete të prekshme, në përkushtim së bashku sigurisht me kryeministrin dhe sigurisht dhe mund të keni besim tek unë në të anë dhe mendojmë të ndërtojmë 10 mjete lundruese në periudhën e 2026-2030 dhe kemi projekte të qarta, vizibilitet të qartë, do të jenë anije deri në 80 metra, i cila është dhe kapaciteti që lejohet bazuar në kantierin ekzistues, por duam të rritemi më tej dhe të zgjerohemi më shumë në çdo lloj mundësie të mundur. Dhe kjo është pak a shumë projekti. Do të thoja që miqësia si një përbërës sekret, sepse sigurisht do të jemi bërës për dhe me një sukses për kohë të gjatë dhe një trajektor për kohë të gjatë, për të mirën e kësaj gjenerate të re dhe të marrëdhënies ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Faleminderit shumë. Kam nderin të ftoj Ministrin e Mbrojtjes, zoti Ermal Nufi, për të mbajtur fjalën e rastit. Përshëndetje të gjithëve. Për mua personalisht është një ditë shumë emocionuese. Shumë vite më parë. 2022 kur Kryeministri i Republikës më dha nderin që të përfshishen projektin e hartimit të licitacionit për industrinë ushtarake. Vizioni i tij, ëndra e tij dhe dëshira e tij ishte kjo ditë që ne jemi sot. Jo vetëm që të përmbushim kapacitetet e forcave të armatosura, por të gjenerojmë ekonomi, të gjenerojmë punësim dhe të japim një jetë të re kujdo të ri në Republikën e Shqipërisë. Ky event sot është përmbushja e atij vizionit kryeministit, ky event sot është përmbushja e të gjithë përpjekjeve tona nga viti 2022 deri më sot, që të ringrejmë industrinë ushtarake dhe të forcojmë partneritetet në mënyrë që jo vetëm të kemi pra kapacitete ushtarake, por të kemi edhe të ri, të reja, të përgatitur, që të shtyjmë përpara jo vetëm industrializimin e Republikës, por edhe punësimin, jetën sociale, të gjithë benefitet që vijnë nga një partneritet i tillë ekonomik. Fakti që ne këtë partneritet ekonomike kemi me Fincantieri është një vlerë shtuar, një ngjarje e jashtëzakonshme. Po i thoja presidentit Forgjero kur erdhi në fillim që baza Pashalimanit ka qenë jetë mot një nga portet më të lashta. Ne kemi në krah parkun ekologjik, është dëshmi e qartë që romakët dikur përdornin pikërisht këtë port për aktivitetet e tyre dhe sot ne bashkë me italianët përsëri përndërtojmë një partneritet të qëndrueshëm. Edhe kjo është një ditë që ne na bën krenar, jo vetëm pikërisht për ato kapacitete ushtarake dhe kapacitete teknologjike që ne shtojmë në Republikë, por edhe për të cementuar një miqësi midis dy shteteve, midis dy popujve dhe midis dy brezave të ri. Që në fakt është një urë bashkëpunimi që zgjat. Unë shpreh mirënjohjen time për gjithë kolegët që kanë punuar për realizimin e këtij projekti, në Ministrinë e Mbrojtjes, shtabin e përgjithshëm, Bordin e Kajos, partnerët e Fincantierit, mirënjohje dhe shumë suksese këtij bashkëpunimi ndërmjet kësaj gjejvie dhe shkollës Pavarësia, e cili është për mendimin tim dhe në vlerësimin tim, jo vetëm vlerë shtuar për qytetin e Vlorës, por është një gur themel, një brez i të ri, një ekonomi e të re, një mundësi e të re për këtë vend. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, për të përmbyllur këtë sesion të fjalimeve zyrtare, kam nderin të vet kryeministrin zoti Edi Rama. Caro Pier Roberto, hai cominciato la tua avventura a Pashaliman con un peccato quasi mortale, hai parlato in inglese, non in italiano, e così io parlo in albanese per non farti sentire male. Atëherë, faleminderit shumë të gjithëve, i dashur Pier Roberto, i dashur Eugenio, shumë faleminderit për pranin tuaj këtu dhe shumë faleminderit edhe të gjithë të tjerëve, përfshirë edhe nxënësit dhe nxënëset e shkollës industriale Pavarësia, që janë këtu jo si spectator, por si protagonistë të mundshëm të saj historie të re që fillon për bazën e Pashalimanit. Jemi këtu me një kolos të
industrisë globale të anijeve, Fincantierin, për të nënshkruar një marrëveshje mes Fincantierit, Kajos dhe shkollës industriale. Një marrëveshje e cila hap një fazë të re, duke ju referuar asaj që tha administratori i përgjithshëm i Fincantierit. Një kantier detar fillon në klasë. Fillon aty ku ngrihet kapitali njerëzor i cili vihet në dispozicion të një historie sipërmarrje, qindra e qindra miliona eurosh. Ne jemi sot në një ditë kur pas këtij takimi, mbas dite, qeveria shqiptare do të miratojë një akt normativ ku ndër tjera Shqipëria do të angazhojë të gjithë financimin e nevojshëm për të arritur targetin e përcaktuar nga antarësia jonë në NATO, që e çon në 2.6% të buxhetit të përgjithshëm të shtetit shpenzimin tonë për mbrojtje, ku përfituesit e drejt për drejt janë të gjithë ata të cilët janë pjesë e strukturës sonë të Ministrisë së Mbrojtjes, të forcave të armatosura, por edhe të gjithë ata të cilët do t'i bashkohen hap pas hapi kësaj rritje të jashtëzakonshme të kapaciteteve tona të mbrojtjes dhe të sigurisë, pjesë e të cilës është edhe rritja e industrisë ushtarake. Historia e industrisë tonë ushtarake dihet, është një histori dramatike, një histori e jashtëzakonshme në disproporcionet e veta, nga një vend ndër më të militarizuarit në botë për perimetër territorial dhe numër popullsie, në një vend që humbi gjithçka nga industria vetë ushtarake pas ndryshimit të regjimit. Sot ne jemi në një fazë krejt të re, ku industria ushtarake po rilind hap pas hapi dhe marrëveshja me Fincantierin nuk është as e para dhe as e fundit ndër marrëveshjet që po firmosen për t'i dhënë industrisë tonë ushtarake të gjithë komponentët e vetë dhe për të pasur një sistem industrial ushtarak që funksionon nga uniformat deri tek mjetet më të sofistikuara të forcave të armatosura. Dhe në qendër të këtij procesi është një kompani e re, një kompani publike e krijuar në bazën e leximit të praktikave më të mira ndërkombëtare, një kompani që përfaqëson interesat e publikut dhe të shtetit, kompania Kajo, e cila është aty për të ndërtuar pikërisht këto partneritete, duke e bërë shtetin shqiptar pjesëmarrës, jo thjesht ligjërisht, por edhe financiarisht, dhe duke hapur rrugën e përfitimit ndërsjellë ekonomik midis partnerëve privat apo publik të kompanisë dhe vetë kompanisë që përfaqëson shtetin. Është një kapërcim i jashtëzakonshëm i ndodhur në vitet e fundit, ky i kalimit tani më në një fazë kur interesat e shtetit
dhe të publikut strukturohen përmes agjencisht të dedikuara, të cilat adresojnë temën e aseteve shtetërore, adresojnë temën e kapaciteteve shtetërore dhe adresojnë temën e shërbimeve të cilat jo vetëm duhen përmirësuar, por prej cilave shteti duhet të kontribuojë dhe të marrë mbrapsht një pjesë kontributit. Janë 500 vende pune që krijohen në këtë territor nga ky partneritet dhe siç e tha edhe administratori i përgjithshëm, janë 500 vende pune që kërkojnë njerëz të kualifikuar, që kërkojnë ekspertizë. Janë 500 vende pune të mirë paguara, janë 500 vende pune në këtë sistem të ri që po ndërtohet, dhe duhet pas parasysh që të gjithë ata të cilët do të përfshihen në këtë sipërmarrje nuk do të jenë thjesht njerëz që zotrojnë një zanat, por do të jenë njerëz që do të shikohen edhe nga ana e figurës tyre, sepse do të jenë pjesë e sistemit mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Në sensin që do të marrin informacion, do të dinë shumë çka ndodh këtu brenda dhe që duhet mbetet po këtu brenda për arsye të gjitha atyre specifikave që ka kjo industri. Kështu që në një kuptim shërbimi në këto sipërmarrje është një shërbim që ka një komponent të pa tjetërsueshëm patriotik. Dhe unë besoj se këtu në Vlorë dhe në shkollën industriale Pavarësia ne i kemi burimet njerëzore me të cilat do të filloj puna. Kompania Fincantieri do të organizoj programin e vet të trajnimeve në burim, pra nxënësit e shkollës sipas programit dhe përzgjedhjes do të shkojnë në kantierin e MAF në Itali dhe aty do të punojnë me mjeshtrat që ka kompania, të cilën e tha shumë bukur se po i referohem disa herë administratorit, një kompani që ka një xhiro prej 9 miliard eurosh, por që asetin e vet kryesor ka njerëzit, ka kapacitetet, talentet, aftësitë, për të cilat ka investuar dhe investon në vazhdimsi. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për nxënësit, ky është një lajm i mirë për mësuesit, patjetër, është një lajm i mirë për Vlorën dhe për arsimin ton profesional. Këto investime të mëdha që vijnë janë investime që kanë ndër të tjera edhe këtë komponent shumë të rëndësishëm. Dhe të gjithë atyre që flasin në hava për investitorët e huaj, për investimet e huaja, për partneritetet të huaja që ju merr kanë punën shqiptarëve, duhet ju them që jo, e vërteta është e kundërt. Në radhë parë këto investime vijnë për shqiptarët. Vijnë për ata të cilët duan punë, duan të jetojnë me punë, janë të gatshëm të sakrifikojnë në punë dhe përmes punës të rriten dhe të ngjisin shkallët e një karriere profesionale që sa më lart ngjitesh aq më mirë të paguan. Dhe kjo është e vërtet për këtë investim, kjo është e vërtet për çdo investim, kjo është e vërtet dhe për të gjitha investimet në turizëm, se nuk duhet i shmangem pamjes jashtëzakonshme të Gjirit Vlorës pa e përmendur edhe faktin që investimi për cilin bëhet një diskutim maramundës dhe absurd sjell jo 500 si këtu, po 10.000 mundësi të reja vendesh pune. Dhe natyrisht sjell 10.000 mundësi të reja vendesh pune për në radhë parë djemë dhe vajzat e kësaj zone dhe pastaj
djemt dhe vajzat nga gjithë Shqipëria që do duan të bëhen pjesë. Dhe nuk sjell vende pune të keq paguara, nuk sjell vende pune për të shfrytzuar koston e ullët të krahut punës, por sjell vende pune për njerëz të kualifikuar. Siç e përmendi administratori, të gjitha profesionet që lidhen me këtë kantier janë profesione specifike ku kërkohet një kualifikim shumë i mirë. E njëjta gjë vlen për investimet në turizëm, kur ato i përkasin gamës së lartë të konsumatorit. Dhe nëse sot industria turistike në Shqipëri apo çdo industri tjetër ndjehet e detyruar të kthej syt e të kërkojë përtej kufive të Europës edhe në kontinentet e tjera forca pune, kjo nuk vjen absolutisht sepse duan të paguajnë keq. Kjo vjen sepse pagat, njësoj si në Greqi, shumë kujt këtu në Shqipëri i duken jo dinjitoze. Kjo vjen sepse shumë kush që ikën nga Shqipëria dhe shkon në Greqi, apo shkon në Itali, apo shkon kudo qoftë tjetër, dhe është i gatshëm të bëj punë heroike për një pagë që në fund të muajit rezulton pothuajse e tretur nga shpenzimet, kur vjen puna këtu në AD, e shikon ndryshe, e kërkon ndryshe, e pretendon ndryshe, dhe ky nuk është vetëm një problem i yni, ky është një problem i të gjitha vendeve rreth rrotull të mesdhehut në momentet kur vendet janë rritur dhe pretendimet janë rritur. Ky është një problem që e kanë fëmijët tanë në jug, ky është një problem që e kanë të tjerët më në veri, në perëndim, por ne do të vazhdojmë të bëjmë çmos që investimet të shtohen, sepse duam të arrisim ekonominë tonë. Kemi nisur me një ekonomi që figuronte në të gjithë totalitetin e vet 90 miliard euro. Sot jemi mbi 27 miliard, duam të shkojmë 35 miliard. Dhe 35 miliard nuk shkohet në mënyra të tjera, përveç se përmes rritjes së investimeve. Dhe të gjitha vendet dhe të gjitha shtetet, një nga garat kryesore që kanë me njëri tjetrin është gara e tërheqjes investimeve të huaja. Kush tërheq më shumë investime të huaja? Të gjithë. Qofshin demokraci, qofshin vend mbretëri, janë të tëra vende që luftojnë për të tërhequr investimet të huaja. Pra, ideja që investimet e huaja i bien ndesh atë dheut është ideja më e marrë që mund të promovohet dhe të cilës i duhet qëndruar vendosmërisht me kurriz. Ju falenderoj të gjithëve edhe një herë dhe ne do të nisim shumë shpejt punën bashkarisht me midis kompanisë së re, që është një kompani që lind nga partneriteti i Fincantierit me Kajon dhe shkollës, dhe të gjithë nxënësit e interesuar, ju që jeni këtu, të tjerë që janë këtu, po dhe të tjerë që mund ta ndjekin këtë bisedë apo mund ta ndjekin këtë proces dhe janë të interesuar, janë të ftuar që të bëjnë pjesë e testimeve që do të bëjnë inxhinierët dhe ustallarët e kompanisë për të marrë dhe përzgjedhur grupin e parë të nxënësve dhe nxënësve që pastaj do të shkojnë dhe do të trajnohen në Itali. Shumë faleminderit gjithëve. Zonja dhe zotrinj, ftoj drejtorin ekzekutiv të korporatës Fincantieri, zoti Pier Roberto Folgjero,
administratorin e kompanisë Kajo, zoti Ardi Veliu, dhe drejtorin e Shkollës Industriale Pavarësia, zoti Gentian Boçi, për të nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit. Fjalën përmbyllëse e ka drejtori i shkollës, zoti Gentian Boçi. I nderuar zoti kryeministër, zoti Rama dhe një nga miqtë më të mëdhenj, jo vetëm të shkollës industriale, po dhe të arsimit profesional. I nderuar ministër, të nderuar miq të Finkantierit, të nderuar bashkëpunëtorë dhe bashkëudhëtar të shkollës, të mirë nxënës të shkollës time. Sot është maja, do thoshja, e një ndryshimi të madh në shkollën të shkollës Pavarësia, një ndryshim që në ndryshim nga arsimi i përgjithshëm i cili ecën me një hap, ne duhet të ecim me 3-4 hapa, pasi duhet të ndjekim pas zhvillime teknologjike. Në këta 13 vjet, pas një bazë ligjore, paraprake, me një arsim profesional i cili ka pasur problemet e tilla në para 15 vjetësh, kemi filluar të punojmë dhe të mundohemi që nxënësit që prindrit besojnë që ne t'i edukojmë dhe t'i kthejmë në profesionista, të mundet të arrijnë këtë qëllim. Ka qenë një rrugë e vështirë, një rrugë e cila ka pasur problemet e veta që nga proceset e ndryshimeve ligjore, dhe kujtoj këtu hapin e parë të praktikave në biznes, të cilin nuk kishim si çonim, ne kishim çuar nxënësit e policia ta timore kapte. Në një komunikim me kryeministrin, brenda 2 muajsh është bërë ligji praktikave në biznes, gjë që hapi shkollës rrugë të reja të zhvillimit, pasi praktika në biznes është e vetmja gjë që i përgatit nxënësit për tregun e punës, pasi shkollat tona, sido që t'jenë, nuk e ndjekin dot atë ritmin e zhvillimit teknologjisë, sidomos në kohën e sotme. Jemi një shkollë tek e cila ja kemi besuar punën kryesore projekte të nxënësve, projekte të cilat shkojnë në të mirë të qytetit, të shkolla nëntëvjeçare, po dhe të përsosjes të aftësive profesionale të shkollës tonë. Unë dua që të them që ky bashkëpunim është një horizont i ri për shkollën industriale, sidomos për nxënësit tanë, dhe kërkon një përkushtim më të madh nga shkolla jonë, gjë që ne padyshim me gjitha partnerët që kemi pranë do t'i arrijmë. Unë ju falenderoj për besimin dhe besoj se së shpejti do takohemi këtu duke punuar dhe pjesë e punës do jetë nxënësit tanë. Ju falenderit gjithëve. Të nderuar të pranishëm, ju prezantojmë logon zyrtare të Fincantieri Albania. Ju ftojmë për realizimin e fotos zyrtare.